Nisma në këto zgjedhje po garon e vetme, siç dihet, po. Si përgjigjen e gjithë atyre që thonë se a do ta kaloj, nuk do ta kaloj pragun zgjedhor, nga kjo që po shihni në terren. Jeni optimist se kjo pragu zgjedhor nuk është problem për Nismën? Na jem racional, do të thonë ju e keni dëgjuar edhe konferencën e zotit Limaj, na jem të vetëdijshëm se nuk është një sfidë për Nismën, dhe kjo sfidë po besojmë shumë duke pa fillimin, po besojmë që nuk do të jetë e patekalueshme. Pra njerëz të cilët më parë e kanë mbështetur Nismën, por edhe njerëz edhe votues të cilët nuk e kanë mbështetur Nismën, mirë po këtë radhë e kanë parë që është një kauzë më ndryshe, pra Nisma ka një qëllim, edhe ka një synim që të jetë pjesë e kuvendit, por sigurisht që të jetë pjesë edhe institucioneve të Republikës Kosovës, me një angazhim shumë serioz për një stabilitet të qeverisjes në Republikën e Kosovës, duke që ka një interesim që të mbështetet zoti Limaj. Pra, pikërisht është figura e Fatmir Limaj, i cili e ka treguar një seriozitet, e ka treguar një dëshirë për unifikim në këto momente kur asnjëherë prej pas luftës unë e konsideroj si një deputete në shumë mandate nuk ka pas një përçarje më të madhe të skenës politike. Njerëz kanë filluar me pa që kuvendit të Republikës, leadershipit kosovar i duhet zoti Limaj brenda aty, sepse është një figurë që sjell unifikim. Pas këtij procesi besoj që vijnë gjithë të tjera të mëshme, pra bashkëpunimet të cilat duhet patjetër me ekzistu, më shumë se kur. Pra Kosova është një udhkërç në shumë sfera, edhe nëse nuk do të ketë një vullnet të madh për bashkëpunim, atë do të mbesim në situata të tilla, pra vullneti i qytetarëve do të mbetet pang, sepse u pa që numrat gjithmonë nuk e zgjidhin situatën. Pra numrat kanë një numër shumë i fuqishëm i një subjekti politik që doli i parë, mirë po mungesa e konsensusit, mungesa e bashkëpunimit nuk na solli institucione, dhe kjo më nuk guxon me ndodh. Për këtë arsye, ne konsiderojmë që zoti Limaj i duhet pikërisht vendit në këto momente, që të jetë aty, sepse vërtet me gjithë koston që ka mund tjetë edhe tek gjykimet publike, edhe tek kosto elektorale, zoti Limaj e ka treguar pa frikë vullnetin e madh, motivin e madh që të sjellë një përbashkim të forcave politike shqiptare në vend. Pra ka sjellë unifikim. A kjo nën kupton kjo se Nisma nuk preferon një qeverinë të ardhmen ku është vetëvendosje? Dhe a mbështesni një ide që bloku apo partitë e ish opozitës të jenë në një koalicion për formimin e qeverisë, duke lënë në opozitë vetëvendosjen? Unë e konsideroj që është ndoshta një momentum shumë i hershëm me paragjyku, sepse sigurisht që çdo situatë e re kërkon një vendimarrje të re. E Nisma ka dhe organe kogja stabile të cilat nuk i gabojnë këtë vendimarrje. Na kena me shqyrtuar me shumë seriozitet, çdo situatë e re për me ardhur te një vendim që ka me qenë gjithmonë, po them, mbi interesin partijak, por në interes të shtetit të institucioneve të Republikës Kosovës.